Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të kërkojë një transformim të thellë të mënyrës se si funksionojnë bizneset, veçanërisht ato prodhuese dhe eksportuese. Ekspertët paralajmërojnë se pa një proces të qartë përshtatjeje dhe informimi paraprak, rreziku i mbylljes së bizneseve mbetet real. Sipas kreut të shoqatës së eksportuesve Alban Zusi, procesi i harmonizimit me standardet europiane duhet të nisë nga institucionet përmes hartimit të një checkliste të detajuar për çdo sektor. Kjo punë duhet fillojë nga ministritë e linjave, të cilët po bëjnë transpozimin e legjislacionit, të cilat duhet të krijojnë për çdo sektor, duhet të krijojnë dokumentacionin e vet me standardet që duhet përshtaten, që duhet të adoptojë secili sektor. Pastaj, menjëherë mbas kësaj, madje kjo punë duhet bërë në paralel me transpozimin, pa vajtur ligjet në parlament, duhet bërë pra ky lloj checklistit i institucioneve. Dhe menjëherë ky checklist i standardeve që duhet plotësojë secila industri, secili sektor, duhet i shkojë bizneseve dhe bizneset duhet ta plotësojnë vetë dhe të thonë çfarë arrin dhe çfarë s'arrin. Kjo është mënyra e vetme për ta dërguar informacionin tek bizneset, për t'i bërë bizneset kuptojnë se çfarë duhet bëjnë dhe për të evituar që bizneset mbyllen. Një nga sfidat kryesore për bizneset shqiptare mbetet përmbushja e standardeve të sigurisë, të cilat do të jenë të detyrueshme për të gjithë, pavarësisht nëse synojnë ose jo eksportin drejt tregut evropian. Standardi kryesor është standardi i sigurisë, sepse Bashkimi Evropian thotë produkti duhet jetë i sigurt, pastaj e ke cilësor se ke cilësor e përcakton tregu. Dhe ky do jetë shqetësimi kryesor dhe investimet kryesore. Pastaj për sa i përket cilësisë, unë besoj se bizneset do të përshtaten vetë, do kuptojnë vetë se çfarë kërkon tregu, se prandaj janë biznesmen për të kuptuar trendet e tregut dhe për të përshtatur cilësinë e produktit tyre, për të qenë